Lajm I madh për të gjithë shqiptarët. Falje gjobash në Shqipëri. Ja çfarë duhet të dini. A ke një gjob të papaguar, po ndërtesë pa leje, apo gjob nga pandemia? Këshilli I Ministrave ka miratuar një vendim që fal shumicën e këtyre gjobave. Ky vendim zbatohet mbi bazë të ligjit të ri për amnistinë administrative, për faljen e gjobave që nuk janë mbledhur deri në 30 nëntor të 2024. Por çfarë lloj gjobash mund të fshihen nëpërmjet këtij vendimi? Gjoba për ndërtime pa leje, gjoba të ndryshme për shkelje gjatë periudhës së pandemisë dhe disa lloj shkeljesh të tjera administrative. Këto gjoba prezumohet të fshihen automatikisht. Institucionet do të publikojnë listën e gjobave të fshira brenda 30 ditësh. Nëse nuk do jesh në listë, mund të bësh një kërkesë për fshirje. Gjithashtu, nëse fshirja do të refuzohet, ke të drejtë të ankohesh në gjykatë. Pra, procedura është shumë e thjeshtë. Pasi falja do të jetë automatike në shumicën e rasteve, dhe gjithashtu nëse nuk përfshihesh automatikisht menjëherë, ke të drejtë të kërkosh përfshirjen. Kontrollon nëse përfiton dhe fshih gjobat përfundimisht. Bëj kërkesë nëse nuk je I përfshirë në këto lista dhe shpërndaj këtë video për të ndihmuar dhe të tjerët. Gjithashtu mund të regjistroni dhe të ndiqni këshillat e mia në kanalin tim të YouTube-it, I cili do të jetë falas për regjistrimet e para. Faleminderit.